Digjumot e kaluara filluam që të flasim për shpjegimin e surës Yasin. Prezantuam 12 ajetet e para të kësaj sureje të bekuar dhe në gjumon e kaluar treguam për dy portrete që Allahu i Madhreshëm na i prezantoi në këtë ajete. Portreti i parë ishte i zemrës së prangosur, e mbuluar nga arroganca, nga mendimadhësia dhe e cila zemër këmbgulte në katin e saj. Dhe portreti i dytë ishte i zemrës së hapur, i besimtarit i cili e ndjek të vërtetën dhe i friksohet Zotit të Madhreshëm kur është në fshehtësi. Mirë po të dashur vëllezër, ne njerëzit shpesh herë e kemi një problem. Kur dëgjojmë për të humburit për cilët flet Kur'ani i Madhreshëm, mendja na shkon krejtësisht diku tjetër. Themi kjo nuk ka të bëjë me neve, kjo ka të bëjë me njerëzit në kohën e pejgamberit e kështu me radhë. Mirë po të dashur vëllezër, Allahu i Madhreshëm me mëshirën e tij na e bën mesazhin më të thjeshtë. Ai kalon nga teoria tek shembulli praktik. Allahu, sikur po na thot pastaj në vazhdim të kësaj sureje, lëreni për një moment për shkrimet e përgjithshme dhe dëgjoni një ngjarje që ka ndodhur. Thot Allahu: "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun." Dhe silluni atyre si shembull banorët e qytetit kur ju erdhën atyre të dërguarit. Pra Allahu po i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam që me na tregu një histori, me na tregu një shembull, sepse historitë edhe shembujt kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Pra mbahen mend më mirë dhe ngelen të paharrueshme. Ajo çka dua të theksoj është pse Zoti i Madhreshëm në këtë Kur'an kur po flet të cili shembullin e banorëve të qytetit, nuk po e përmend emrin e qytetit. Mirë po vetëm po thot banorët e një qytetit. Tu qëndron urtësia të dashur vëllezër, sepse Kur'ani duke mos emërtu vendin, e hap derën që kjo histori të mos ngelet e mbyllur për një kohë edhe hapësirë të largët. Mirë po, kjo na bën të kuptojmë se kjo histori mundet me qenë edhe historia jonë. Mundet me qenë lagja ku jetojmë, mundet me qenë ambienti jonë i punës, mundet me qenë familja jonë, pra mundet me qenë unë edhe ti kur na prezentohet një këshill si reagon zemra jonë. Andaj, Kur'ani është aktual, nuk mbyllet dera e tij apo nuk është mbyllur dera e tij me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po ai vazhdon me fjalët e me udhëzimet e tij që të jetë aktual dhe do të jetë aktual deri në ditën e gjykimit, ashtu siç ka premtuar Zoti i Madhreshëm në Kur'an. Vëllezër besimtar, historia e këtij qyteti që prezantohet në surën Yasin flet për një popull të cilëve Zoti ja u dërgoi fillimisht dy të dërguar, pra dy pejgamber, dhe pas kësaj e përforcoi edhe me një pejgamber tjetër, siç thot Zoti: "Idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalith." Kur ne ju dërguam banorëve të aty qytetit, dy të dërguar, dy lajmtar dhe ata refuzuan. Dhe pas kësaj ne e përforcuam edhe me një të tretë. Shikoni mëshirën e madhe që e ka Zoti i Madhreshëm. Ai vazhdimisht dërgon udhëzues, vazhdimisht dërgon të dërguar me ta sqaruar rrugën e drejtë. Sepse Allahu e don robin e tij, edhe nuk ka dëshirë Allahu që robi i tij të ndëshkohet, nuk ka dëshirë Allahu që robi të devijoj. Mirë po ja që
për shkak të egos, për shkak të mendjamadhësisë, njeriu vazhdon me qenë i pavëmendshëm ndaj urdhrave të Zotit të Madhreshëm. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam na e prezantoi një këshill shumë të bukur, një shembull na e solli shumë të mirë ku tha: shembulli im dhe juaj është si shembulli i atij që e ka ndez një zjarr, edhe flutrat fillojnë, kur shuhin zjarmin, flutrat fillojnë me i afru zjarmit. Dhe njeriu me duart e tij i pengon flutrat, pra i largon që të mos digjen. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kështu edhe unë ju tërheq prej rrobave, pra me këshillat e tij, me fjalët e tij, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ardhur për të na kapur për dorë që ne mos devijojmë, që ne të mos shkojmë në rrugë të gabuar. Andaj të dashur vëllezër besimtar, këta të tre të dërguar që Zoti i përmend në Kur'an, që tha fillimisht i dërguam dy, dhe kur ata refuzuam, e dërguam edhe tretin me e përforcu fjalën, me e përforcu mesazhin, me të vërtetë se e vërteta është prej Zotit. Kjo është sikurse dikush për shembull nëse vjen edhe ta jep një lajm. Edhe ti atë lajm mundesh mos me e marrë për të vërtetë. Thuvet me vete, ka mundësi ka gabu. Mirë po, nëse vjen edhe një i dytë ta thot lajmin e njëjtë, pra fillon ti edhe me besu që lajmi që ka i vërtetë. Mirë po, kur vjen edhe i treti me ta thonë lajmin e njëjtë, atëherë ti bindesh se me të vërtetë ai lajm që ta prezantuan, që ta sollën, që ka mëse i vërtet. Kështu Zoti i Madhreshëm e tregon shembullin me të dërguarit. Pra fillimisht i dërgoi dy që t'ja u prezantonin të vërtetën atyre popullit të atij qytetit, dhe pas kësaj e dërgoi edhe një të tretë. Mirë po, si reaguan populli ndaj këtyre të dërguarve? Si reaguan populli kur ju erdh e vërteta në dyert e tyre? Ata, siç tregon Kur'ani, ngritën trimure, pra nuk e pranun këshillat e tyre, pra i ngritën trimure që ta mohonin këshillat e tyre. Muri i parë ishte sulmi ndaj personit, siç thot Zoti, qalu ma antum illa basharun mithluna, than ju jeni njerëz sikur ne. Për shembull, nëse dikush ta thot një këshill, thuaj pa ti ke me të më kallëzu mua. Në momentin kur dikujt i ja kthen këtë formë, pse të këshilloj për të mirë, çka bone në këtë rast? Pra, u tregove arrogant mendjemadh dhe nuk e pranove mesazhin të vërtetën vetëm për të vetmin të fakt se nuk të erdh nga një person i kategorisë tonë të njëjtë. Muri i dytë ishte se ata e mohuan shpalljen. Than wama anzala ar-Rahmanu min shay, dhe i gjithë mëshirshme nuk ka shpallur asgjë. Shikoni ironinë e tyre. Pra e përdorën emrin e Allahut Ar-Rahman, i gjithë mëshirshme, sikur dëshironin të thoshin ky Zoti juaj i mëshirshëm, për cilin po na flisni, nuk ka shpallur diçka të tillë. Dhe muri i tretë që ata ngritën, që prezantoi Kur'ani, që na tregoi Kur'ani, ishte akuza për gënjeshtër. In antum illa takdhibun, dhe ju jeni vetëm gënjeshtar. Pra, kur dikush nxihet ngusht nga e vërteta, atëherë fillon edhe me shpif. Andaj kështu ishin edhe populli i këtij qyteti kur ju erdhën pejgamberët dhe e këshilluan me të vërtetën, dhe ata fillimisht pra përbozën mesazhin e tyre, pastaj mohuan shpalljen e Zotit dhe në fund i akuzuan për gënjeshtar. Mirë po të dashur vëllezër besimtar, si ishte reagimi i këtyre të dërguarve? Edhe këtu është një mesazh shumë i madh se si ne të mësojmë nga kjo edhe të aplikojmë këtë në jetën tonë. Ata thanë, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Ata thanë, Zoti ynë e di se me të vërtetë ne jemi të dërguar tek ju.
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, dhe detyra jo nuk është gjë tjetër veç se ta përcjellim mesazhin. Pra, ata nuk u nervozuan kur ata i akuzuan. Pra, nuk thanë, na po shikojmë me të folë për të mirë, ndërsa ti, pra, apo ju po na akuzoni për gënjeshtar. Secili, pra, do të reagonte në këtë formë. Mirë po si reaguan dërguarit, na me të vërtet jemi të dërguarit e Zotit. Qëllimi jonë ishte vetëm që të përcillnim mesazhin, vetëm që të përcillnim të vërtetën nga Zoti jonë. Dhe kjo na mëson neve të dashur vëllezër se nuk duhet me synu ne që gjithmonë me i fitu debatet. E jona si besimtar, si musliman është që t'ju flasim njerëzve fjalë të mira nga feja, aq sa kemi mësu, aq sa kemi dëgju, aq sa dim. Mirë po kjo nuk duhet që me konë synimi dhe qëllimi jonë që ne pa tjetërin me e bo besimtar, s'mundesh me udhëzu tjetërin, pra me pa tjetër, sepse udhëzimi është në dorën e Zotit. Detyra jote është që me prezentu hakun, me prezentu të vërtetën. Për shembull dikush të akuzon për diçka, ti e thu të vërtetën, pastaj a dën me e pranu ai apo nuk dën me e pranu, ajo nuk është problemi jot. Mirë po si ishte përgjigjja e të dërguarve, e këtij popullit kur këta të dërguar ju përgjigjen këtë formë. Kur këta akuzat e tyre, shpifjet që ja u bën, nuk ja u kthin me të keq, mirë, po vetëm thanë, ne jemi të dërguar. Qëllimi jonë është vetëm me e transmetu mesazhin të vërtetën, a e pranoni ju këtë vërtet, apo nuk e pranoni, kjo është problemi juaj. Atëherë kjo ata i buni edhe më nervoz. Kjo i tërbëj ata edhe më shumë, sepse kështu të dashur vëllezër besimtar është kur është e mbjellur arroganca në zemër për cilën folëm në gjumon e kaluar. Pra, çka thanë ata? Kaluan nga akuzat, nga shpifjet, kaluan kërcënime. Pra, ju pengoj qetësia e këtyre të dërguarve, që ata pra nuk ja u kthyn ofendimin me ofendim, mirë po me butësi edhe me këshilla të mira. Atëherë këta thanë, qalu inna tayyarna bikum. Ata thanë, ne po parandjim një fatkeqësi që ka mundësi me në arë prej juve, la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yasammannakum minna adhabun alim. Wala yamassannakum minna adhabun alim. Ata dhe thanë, nëse nuk ndaleni, pra populli po ju drejtu këtyre të dërguarve, nëse nuk ndaleni, ne pra do t'ju godasim me një dënim të dhëmshëm. Shihni të dashur vëllezër besimtar taktikën e tyre. Pra ata jo vetëm që nuk pranojnë me e ndryshu vetveten, me e përmirësu vetveten, mirë po vendosin që me i bo kurban të dërguarit, me i kërcnu ata haptazje, dhe fjala që ata përdorën ishte të tayyarna. Pra ky mesazhi juaj, këto këshilla, këto fjalët e juaja do të na sjellin neve fatkeqësi, do të na sjellin neve pra bela. Ju kisha lutur që keni mundësi të afroni, të mbushni safat, pasi që ka xhamot ende duke ardhur. Plotësoni ku keni mundësi hapësirë, ngushtoni ka pak safat, aq sa të keni mundësi, Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft. Dhe të dashur vëllezër besimtar, kishte mentaliteti i tyre dhe një paralajmërim pra edhe për neve që të mos e bëjmë të njëjtën gjë. Shpesh ndodh për shembull edhe tek ne. So herë dëgjojmë, për shembull, dikush më ka ndodhur të thonë, pse ja ka nis djali të fal shpitun, kur mo mirësi s'kina pa, kur mo herë s'kina pa. Ose dikush tjetër thotë, se di më kanë morë mësysh edhe nuk është punë me gjetë punë, me mu bo qarja, me mu bo zgjidhja. Dhe të rrallë i ki njerëzit të cilët mundohen pra me gjetë problemin të gvetja. Me thonë,
ndoshta unë jam demel, ndoshta unë nuk jam duke kërku punë sa duhet, e për këtë shkak po m'duket se m'ka morë mësysh dikush. Kjo është ajo që na mëson neve surja Yasin të dashur vëllezër besimtar. Ajo mesazhet që na i përcjell ajo neve. Dhe përgjigjja finale e këtyre të dërguarve ndaj kërcënimeve të popullit të këtij qyteti si ishte qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Ata thanë, fatkeqësia juaj është me ju për veprat që i bëni. A thua vallë, pse ne ju këshilluam, tani po na kërcënoni ju neve, mirë po ju jeni një popull qaumun musrifun, pra që e kaloni çdo kufi. Për shkak se e keni kalu çdo kufi në mëkate dhe në mohim ndaj Zotit të Madhreshëm, për këtë shkak pra Allahu i Madhreshëm ka bërë që t'ju godasin gjërat e këqija. Andaj, ajet që na mëson neve, këto ajete të dashur vëllezër besimtar, nëse duam që gjërat me na ecë mbar, me na ecë mirë, qoftë në veten tonë, qoftë në familjet tona, qoftë në punën tonë, ne nuk duhet me kërku fajtorin jashtë. Islami na mëson që ne t'jemi njerëz të përgjithshëm, të rregullojmë marrëdhëniet tona me Zotin ton, të bëhemi të ndershëm si punëtor dhe Allahu atëherë ka për të na hapur rrugën e mbar, rrugën e drejtë, siç thot Zoti i Madhreshëm Kur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush i friksohet Allahut, e ruan veten e tij, Allahu i bën rrugdalje. Allahu i jep rrugdalje pastaj atij, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dhe e furnizon nga nuk e pret ai fare. Pra, të lidhesh me Zotin, të friksohesh Zotit të Madhreshëm dhe të ruash veten prej gjunafeve, prej mëkateve, padyshim atëherë Zoti ka për të dhënë rrugdalje dhe ka për të dhënë furnizim nga ti nuk e pret fare. Dhe të dashur vëllezër besimtar, ajo çka ne mësojmë nga surja Yasin deri tani çka folëm, mësojmë të dashur vëllezër besimtar, e para që mos me u dërzu kur bën mirë. Ndodh që kur bën mirë, ajo mos me tu pranu si e mirë. Ndodh që kur e këshillon dikën, mos me ta marr këshillën. Mandi ndodh që e ke ndihmu dikën edhe ai tjetri me ta harru ndihmën, me ta harru kontributin. Mirë po kjo nuk duhet me të pengu ty që mos me vazhdu me u bo prej të mirëve. Kjo nuk duhet me të ndalë ty që mos me vazhdu që me e përqu mesazhin, me e vazhdu me e dhonë këshillën. Kjo është ajo që na mësoj neve, pra surja Yasin, që asë njëherë mos të dërzohemi, pra vazhdimisht jemi prej punë mirëve, prej vepër mirëve, që synojmë ta përcjellim mesazhin e mirë. Dhe e dyta që na mësoj sot surja Yasin ishte shiko mesazhin dhe jo atë që e thot. Pra një këshill e mirë mbetet qoftë nëse ta thot prindi, qoftë nëse ta thot madje edhe fëmiu yt, qoftë nëse ta thot një koleg i punës, nëse është këshill e mirë, nëse është punë e hajrit, pranoje si të këshill të mirë dhe mos e refuzo këshillën duke marrë parasysh pse këshillat erdhën nga personi që nuk është i nivelit tënd. E treta, ajo që na mësoj surja Yasin, na mësoj se detyra jonë është vetëm sjellja e mirë. Pra, ne nuk jemi polic të zemrave të njerëzve. Detyra jonë është, siç na mësuan të dërguarit, që vetëm të flasim edhe të veprojmë me mirësi. Pastaj, nëse njerëzit, nëse atë që e këshillove për mi, ai vazhdon me punë të këqija, nuk është më problemi jot. Problemi është tek ai, ti e ke dhënë më të mirën nga vetja jote. Ti e bëne më të mirën duke sinu, duke pasur një jetin kënaqësinë e Zotit të Madhreshëm. Dhe e katërta,
ajo që ka na mësoj neve surja Yasin, na mësoj se mos kërkoni fajtor asnjëherë për problemet që mundeni mi I pas, qoftë në veten tuaj, në familjen tuaj, në punët tuaja. Mos e kërkoni fajtorin nga jashtë, mirë po gjithmonë shikoni, rregulloni raportet fillimisht me Zotin tuaj. Rregulloni, bëhuni prej punë mirëve, prej vepër mirëve, sepse siç tha Zoti I Madhreshëm në Kur'an, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, kush I friksohet Allahut, pra e ruan veten e tij, atëherë padyshim se Zoti ka për t'i dhënë atij rrugdalje. Ki probleme, lidhu me Zotin e Madhreshëm. Ki të lashe, mbështet ju Zotit të Madhreshëm. Lutë Allahun që me të dhonë zgjidhje. Dhe dije se sa herë që ti e lut Zotin për një problem që e ki, qof problem në familje, qof problem punën tënde, apo çfarë do lloj problemi me cilin përballesh në jetë, dhe e lut Zotin e Madhreshëm sinqerisht, dije se I ke 3 lloj përgjigje. Dëgjoni me vëmendje, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur besimtari e lut Allahun, 3 përgjigje I ka. E para, po e pranume, ta pranon Zotin. Ose e pranuar, mirë po më vonë, është urtësia e Zotit, pse nuk ta pranon më herë. Dhe e treta, Allahu këtë kërkesë që e ke bo, këtë lutje, këtë dua që e ke bo, ta ka zavendësu me diçka më të mirë. Pra, jo nuk ka të Zoti asnjëherë. Nëse buhesh I sinqert, e lut sinqerisht Zotin e Madhreshëm për një problem që e ki, çfarë do lloj problemi që ki, që Zoti me të dhënë zgjidhje, dije që 3 përgjigje I ke, ose e pranuar mirë, po pak më vonë është urtësia e Zotit, pse s'ta jep përgjigjen me një herë, ose Zoti ta ka zavendësu me diçka më të mirë se sa ajo kërkesë që ti synon. Andaj të dashur vëllezër besimtar, e lusim Allahun me na ndriçu zemrat tona me dritën e Kur'anit dhe me na bëu prej atyre që e dëgjojnë fjalën e mirë dhe e pasojnë atë, dhe e lusim Allahun që me na largu nga inati, nga mendjemadhësia dhe nga dëshira për të fajsu tjerët për gabimet tona. Këto pra ishin shkurtimisht shpjegimet që arritëm t'i marrim nga ajetet e surës Yasin, për cilën surë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam se është zemra e Kur'anit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.